Selamu alaikum. Aleikum selam. Mashallah, të të mirë. Allah e shpëtjet. Njëherë për momentin dhe është me pi qaj. Nëse ka mundësi ti djali jem, çka po do? Një Fanta eksotik. Na jep edhe i fond? Një Fanta eksotik. Ornani? Ti një qaj dashte, ha? Po, unë dhe është ai qaj herë për momentin. Unë kom dëgju që keni me hongër me pi këtu, të Po, mirë. kemi Balkan Byrga edhe Balkan Tela. Mashallah, ani ma vune tu. Allah i shpërblift, faleminderit shumë. Ornani. Do rrit njerë. Se janë sapo të martuar, atëherë fillojnë problemet. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selamu alaikum. Wa alaikum selam. Allah i ka vull namazin e Faleminderit. gjamasin, inshallah. Inshallah dhe ju. Kur ka mësim për të këtu, Çdo të shtunë mas çdo namazit e trekës poshtë kjo. poshtë, ani faleminderit. Shin, Sad, Selamu alaikum. wa alaikum Mashallah, salam. mashallah, mashallah. Aleikum salam, mirë se ardhët. Djalin e përmban mësim. Elhamdulillah, Allah ju nderoft për na vjen mirë. Çush e ke emrin djala? Shaban. Shaban, pas ka emrin shumë të bukur, si muji Shaban. Allah ju nderoft. Atër masi që e ke pru, inshallah le tullet në të karrik, ku janë edhe nxënësit tjerë, jemi duke e zhvillu mësim besimin fetar me nxënësit Allah ju nderoft. Mashallah, Allah i shpërblift. Amin. Kryesin ku mu e gjojnë këtu? Kryesin e kem nalt, atëherë inshallah do të shkoni atje, do të njoftoni dhe do të bisedoni me ta. Allah i shpërblift. Ishte knaci dhe Hajde, selamu alaikum. Aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Selamu alaikum. Më falni ku mu e gjojnë kryesin e xhamisë këtu? Wa alaikum selam, bërëm këtu jem. Djalin e qova në mësim, e më qunë këtu, më bon antar i kësaj xhami. Mashallah. Mas parti Allah i shpërbleft që e ki pru djalin mësim, se na me dërtet mësimit i jepim shumë rëndësi. Edhe elhamdulillah ka deshtë Allah i dikun 80 ndonë që i kem, e kjo është fokusi i xhamisë tonë ma shumëti. Pastaj, Allah i shpërbleft që po do mu bo antar, mas i je këtu, deshta mas parti me ta prezentu kryesin, kjo është kryesia jonë, kjo është kryesia e xhamisë e udhëhecin xhamin, e këtu e kena qitë me i herë një tabele ku mujna me ta spjegu shpejt mas parti çka bën xhamia jonë. Se është interesant me ditë antarësia jame ku po shkon, çka po bën ato parë. Me fëmijë bëjmë ekskurze, bëjmë shkollimet ndryshme, i ndihmojmë lëndet fetare, i ndihmojmë edhe në lëndet që janë shkollore, i ndihmojmë matematik, i ndihmojmë anglisht, gjuhën gjermane. Për jashtë kësaj, qëllimi kryesor për çka kemi xhamin është me mësu Kur'anin. Të na mësojnë fëmija pe elifit diktën e në hifz, se kemi edhe hafiza që jepin Kur'an këto. Si vjet elhamdulillah kena nxjerr hafizin e parë, edhe pritet inshallah në tarshem me nxjerr edhe shumë hafiza. E për jashtë kësajna, xhamia normal si xhami ka aktivitete edhe tjera, ku kujdesjet hoxha zakonisht më shumë ti, bëjmë akika për fëmijë, synetie, një çadë me thonë kodojnë kundërzimin, ndron jetën e kush, e organizojmë burrimet, i organizojmë pamet. Këtë këto sene i organizojmë pijamis. E ti me antarësi tonë, këtë që të projekte i ndihmon. Po për jashtë saj nuk e di a ke ndëgju, nda këtë objekt që a ki pa, sigurisht e ki pa të janena ku e ki që djalin mësim, Po e pash. këtë objekt inshallah dojnë me ble. Bile tash edhe në tarmën e kemi një tribun madhështore,
ku i kim ftu disa hoxhallar, ku dojna me mbledh pare për xhami edhe me ble këtë objekt edhe më konë ky objekti jonë inshallah. Amin, inshallah.